mbështetje tonë. Ne me metonin jemi, si thot kryeministri, motor e vlla. Ata na mbështesin për integrimin. Jo, mbase është motor e vlla me atë Meloni që i ulet në gjunjë dhe i pus prapanicën ai, po jo me italianët. Jo zotëri. Italianët kanë dhe ata ato qëndrimet e tyre kanë mbajtur me kohë qëndrimet e tyre dhe në 1920-ën ne me italianët luftuam, nuk luftuam me alienët. Pra, dhe Italia nuk dihet, më mirë qëri neutral se sa të më luftoj. Ndërsa këtyre shtete u them që u bëra thirrje, u bëj thirrje sepse di që kanë politikë miqësore, janë miqtë tanë dhe nuk kanë synime toksore në Shqipëri. Avokat, kjo është labëria që ju njihni apo Labëria që njohun është labëria e 1920-s. Pra po rikthehet e lufta. Patjetër. Është labëria e 1857-s. Është labëria e kryengritjeve kundër Tanzimatit. Është labëria e 1939-s, e 40-s. Por labërisë ju fut mikrobi komunist nëpërmjet serbëve, nëpërmjet Londrës, së fakt se është Londra gropa septike që po na lufton dhe po na shet, dhe tani labrit janë bërë mbështesin Edi Ramën edhe partinë e tij sepse gjasme janë të luftës. Zotëri, këta që drejtojnë sot partinë e punës Shqipërisë, se partia e punës është në pushtet, këta trajtojnë gjakun e dëshmorëve e shkelën, sepse asnjë nga dëshmorët nuk dolin në luftë për ta kthyer Shqipërinë në vendin më të varfër në botë dhe për ta boshatisur Shqipërinë. Ndaj them që labëria e dikurshme nuk është më, ka vdekur. S'ka më djeme dhe burra në labëri që t'i dalin Zot. Kemi mbetur ca të vjetër që na ka mbetur sahati atje ku na e trashëguan na e lanë të parët, edhe jemi ne që flasim. Rinia e labërisë, megjithatë, shoh që më gjallë shpresën dhe shpresë shumë të madhe, protesta që bën në Zvërnes. Ishit në protestë në Tiranë, avokat? Jo, nuk shkoj në protestë. Unë protestën e bëj këtu nëpërmjet jush. Dhe protestë më të fuqishme se kjo nuk ka. Atje vete dhe humbet si gjilpëra në kasht, sepse janë mira njerëz, natyrisht është protestë që të tërë kanë të drejtë flasës, po atje pak veta të dëgjojnë, ndërsa këtu tek ju më dëgjojnë shumë. Këtu tek ju më dëgjojnë diaspora. Këtu tek ju më dëgjojnë gjithë shqiptarët që kanë ikur jashtë shtetit. Dhe që u bëj thirrje dhe u them ktheuni sepse hajdeni që çlirojmë vendin na kjo gjëm e madhe që na ka gjetur, dhe prandaj i thash ato vargjet e asaj këngës që parë, se mjaft në robëri o e mjera Shqipëri. O djem edhe e din vetë djemt. Ajo situatë është tani, në atë situatë jemi. Se nuk mund t'i them fjalë të tjera se do më thonë pastaj do më akuzojnë. Do më akuzoj ama, do më akuzoj kur treki me të birin. Atë që thash, shqiptarët që e din atë këngë dhe atë vjesht e din dhe kur ka dalë dhe si ka dalë. Sepse po them dhe një tjetër. Shqiptar, mos riporduku shqiptar, Shqipërinë e mori Edi i Vuzjat. I ka vënë zjarrin e Dinama Shqipërisë.